Minatorët e Bulqizës e kanë rinisur grevën e urisë në ambientet e jashtme të minierës së Bulqizës pasi nuk janë lejuar të futen brenda galerisë, ndërkohë që forcat të shumta policie mbajnë në vëzhgim ambientet e kompanisë ACR për të shmangur çdo lloj incidenti. Në fakt, rinisja e grevës për minatorëve të Bulqizës ishte e paralajmëruar ditë më parë pas dështimit të negociatave mes Konfederatës së Sindikatës dhe kompanisë koncesionare. Nga kërkesat e parashtruara për minatorëve, ACR plotësoi pjesën më të madhe të tyre me karakter ekonomik, por premtoi të realizojë dhe ato me karakter teknik mbi investimet në minier. Bisedimet ngecën në pikën e largimit të administratorit, e cila prej minatorëve cilësohet si pika kyçe e rikthimit të normalitetit, ndërsa ACR cilëson këtë një kërkesë absurde. Përballë një situate të tillë ku prej më shumë se 2 muajsh mes minatorëve dhe drejtuesve të kompanisë ACR vijojnë debate dhe akuzat e ndërsjellta, minatorët janë rikthyer sërish grevës, ndërkohë që ACR pak ditë më parë ju kërkoi atyre që të rikthehen punës. Mbi çështjen e minierës së Bulqizës pat një debat të gjerë dhe në seancën e fundit parlamentare, ku opozita dhe mazhoranca debatuan dhe hollën akuzat të ndërsjellta mes tyre. Opozita akuzon se minatorët po vuajnë pasojat e një korrupsioni shtetëror mbi këtë minier, ndërsa qeveria me anë të ministrit Nacho mbrohet me faktin se kompania ACR ka shkelur rregullat e nënshkruara në kontratë.